أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vëllezër të ndershëm, ne edhe më tej vazhdojmë të jetojmë me krijesën më të dashur të Allahut Azza wa Jall që ecin sipërfaqen e tokës. Treguam për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në veçanti familjerin e tij, se si e përjetoi dhe si e priti pejgamberi Allahut. Dhe thamë se familjeria e pejgamberit Allahut ishte për plot sprova, për plot munde dhe telash. Nga se Allahu Azza wa Jall në përmes kujdesit e tij dëshiron me tregu se mirësitë që të risjellë ky njeri nuk janë për dikujt tjetër pos pej Allahut. Tash moshën 6 vjeçare i vdes nana dhe në moshën 8 vjeçare i vdes dhe gjyshi ku pejgamberi Allahut ngel jetim i plot. Dhe jetë në kujdesën e axhës së tij Ebu Talibit, i cili u përkushtua dhe u kujdes për pejgamberin Allahut maksimalisht. 40 vjet i shërbeu pejgamberit Allahut, megjithatë nuk i bani dobi përpos një lloj lehtësimi në xhehenem, siç ka thënë pejgamberi Allahut. U transmeton Ibn Abbasi e pyetën pejgamberin Allahut dhe i thanë: Ja Rasulullah, s'ka njeri që ka sakrifiku për ti sikur axha e jot Ebu Talibi. Megjithatë nuk vdiq në Islam. Ata ka pa hajër, a ka pas dobi prej teje për kushtimin e tij ndaj teje dhe sakrificën e tij, ta pejgamberi Allahut po. Në këtë fjalën e pejgamberit Allahut po, ka ndryshuar mendimet e dietarëve se jo besimtarëve a ju sjellin dobi veprat e mira në ahiret. Imam Bejhaqi u thot po, i sjell dobi në dunjë dhe në ahiret. Dhe kjo nuk është e veçantë për Ebu Talibin, për shkak se dobia që ja sjell jo besimtarëve s'ka mundësi që t'i nxjerrë nga zjarmi, mirë po ka mundësi t'ja lehtësojë dështimin dhe azabin. Para ta pejgamberi Allahut, axha im mos me pas qenë, unë do të kishte qenë në thumnerën apo në shtresën më të ulët të xhenemit. Mirë po për shkak sakrificës që e ka bërë për mua do të jetë sipërfaqen e xhenemit, ku nallët që i vesh nga zjarmi i xhenemit i vlojnë të rrugë. Tu ka thonë dietar, kjo është ndëshkimi më i lehtë në xhenem. Vesh një par kpuca të zjarit me të vlu të rrugë, Allahu na ruaj. Ndërsa shumica e dietarëve thojnë kjo ka qenë e veçantë dhe vetëm për Ebu Talibin. Sidoqoftë vëllezër të ndershëm, çfarë transmetohet për rinin e pejgamberit Allahut? Për rinin e pejgamberit Allahut transmetohet shumë pak. Nga se në të po ende nuk u dinte se pejgamberi Allahut do të jetë njeri i dalluar. Mirë pa jo që transmetohet, ne do të përmenimi dhe do të tregojmë se çfarë transmetohet. E para, transmeton Urve ibn Zubejri, i cili thot
se pejgamberi Allahut e ka shoqëruar axhën e tij në tregti në Sham, duke qenë në moshën 12 vjeç, derisa ka arritën me një vend, me një qytet të quajtur Busra. A dini cili qytet është Busra? Kjo është qyteti që transmetohet me hadith të vërtet që thotë nona e pejgamberit Allahut thonte kur e kam lind Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, apo gjatë shtatëzanin si shpjeguam dersën e kaluar, se ka dalë nga unë një dritë që i ka ndriqu pallatet e Busras. Ka Busra dhe ka Basra. Basra është në Irak. Busra është në Sham, në Sirinë e Sotit. I ka ndriqu pallatet e Busras së Shamit. Ibn Kathiri në komentin e këtij hadithi thotë, në akhiri zaman Islami ka mu rikthi nga ky qytet që është në kufi me Jordanin e sotëm, nga Busra. Rikthehet khilafeti në akhiri zaman nga ky qytet, ku e pa nona e pejgamberit Allahut ndriqimin drita e cila i shkëlqente pallatet e Busras. Dhe thuhet ke transmetim se pejgamberi Allahut dol me Abu Talibin tregti. Në moshën 12 vjeçar, dhe kur arrin në Busra, nalën të pushojnë. Dhe para herë ndodh këtyre tregtarëve që të del një prift i quajtur Gjergjis. Dhe hec mesin e karavanit dhe kërkon të takon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që takohet me Abu Talibin dhe e shef pejgamberin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe thot kush është kujdestari i këtij djalit? Thot unë. Thot a ka mundësi ti fjalë ti bëjmë ne të dy? Thot unë. Thot a ka mundësi këtë fëmijë me këtij ti ke keni ardhur? Tha pse? Ta të lutem kthene sa më parë, se ki fëmijë në të ardhmen ka me pas çështje madhore. Dhe që futët apo krishterët me një transmetim, nëse e shohin do të mbys. Ta qatë çështje madhore, çka po din ti për këtë gjallë? Çka po vënda? Ta kur kini arë për e gjellargut, ta s'ka me të pëjmë pa i bonsejt. S'ka me të bim pa u laku para këtë djalosh. S'ka me të gur pa u rotollu para në ti në shenë respekt. Shekh Albani thot, këto transmetime janë të mira. Kjo më ka bon që t'ja dëftoj, dhe njoni për neve ka me pyt, apo don me pyt të thot, si be thot, pëjma mi bon njerit të seshde, po. Dhe këtë është shumë e rëndësishme me kuptu se deri me një zaman sejgjja njeri t'ju ka bon shenë respekt. Sot nëse e kupton që këta, do të kuptoj surat të Jusuf. Kur i thot Jusufi a.s. babës vetë se kam pa një ondër, e kam pa se nimët yje i bajshin sejgjde, kanë bo sejgjde. E pastaj Jusufi a.s. shkoj pallat edhe erë baba prindrit edhe nimët vlezërit e Jusufit ju përullën kuran shku i banën sejgjde i Jusufit a.s. Se sejgjdat e këpopoj dhe më parshëm ka qenë shendje respekt. Dhe dhe vëpdori se me lekat në kësi soj sejgjde, kësi loj sejgjde janë kërkuan që t'i bojnë Ademit a.s. Amo pse të ne mo kjo sejgjde se eksistot? A eksistot me të padrejt? Eksistot të shëhelet, a ki pa rikë ferë se i shkon. Të që të parët të në rikë ferë zë dhe. Këtë në sejgjde të padrejt atë që janë anullu, pikur anullu. Transmetohet nga Muadh ibn Gjebeli, i cili erë në Sham, që këtë vend. Dhe kur arë Muadh ibn Gjebeli në Sham,
i pa se njerëzit fetarët i bajshin sejdë prizve të tyre, mbretëve të tyre. Te Muadh ibn Jabali kur e kriti tregtin kur kthehet te pejgamberi Allahut, shkon te pejgamberi Allahut dhe i përulit i bën sejdë pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut thotë: "Ja Muadh, çka është kjo?" Ka thënë: "Allah, isha në Sham dhe i pash njerëzit me pa vlerë u respektonin, u nderonin, e ti je më i vlerëshëm që të respektohet dhe të nderohet këtë formë." Ta ndëgjoja ma, ngrit. Pejgamberi Allahu si tha: "O mushrik, pendohu, si kur këto trinton bashkohorët. I bën shirk në Allah." Ta jama ngrit. Ta me pasqenë që lejohet sejdja mi bën dikujt shenjë respektit, do ta kishta urnu gruan që t'i bën sejdë burrit shenjë të respektit dhe hakun që ashtu me hoqë folë që kupton, s'ti në ki prumë kupton. Folë pak kritizonin se për shkak se gratë bëjnë muhabet edhe s'ngojnë. O, gratë, me 5 gra bënë muhabet edhe 5 ngojnë, mi. Qështu Allah i ka kriju. Ki pa ndarësën, 1 saat, rrej 5 saat ga dhënë muhabet. Për tut 5 të kolla që i ka pas, për tut 5 ta mërvesh. A mund është ti? Aftësikë. Allah i ka kriju qështu, tamam? Pra si të qoftë, thot pejgamberi Allahut, mu paskon që e kishta urnu dikujt mi bën sejdë, e kishta urnu grujën, ti bëjnë sejdë burrit në shenjë respekt. Thot alhamdulillah të që s'po na urnojnë, ti na pe urnojnë. Alhamdulillah. Pra pejgamberi Allahut don me tregu se siç e pyeti njërin dhe i tha si ki raporti me burrin, tha mirë, kujdes. Tha se xhenetin e ke në kam të burrit. Gruaja e ka xhenetin te kam të burrit. Që respekt, se nder. Për shkak se pastaj koleta s'dihet kush e ka. Do me qenë lëki nuk dihet kush ka, pastaj gjithashtu, kupton? S'dihet. A me shku të dajallar dhe të migjallar. Jo dini sistemin demokrat. A i dini sistemin demokrat? Që njoni tha moti vakt kam hek dorë për këti sistemi. Se janë të hekët edhe demokratët vetë. Tash ma serbes dhe kena me folë. Mas i ka orë të rompi. Se ashtu nështu a kupton këtë sistem do me hek. Para ta po folin ma serbes. Se për para pak folishmi amo a kupton si me zonë matullit. Si do qofë sistemi demokratë tha njoni tha moti vakt këna kam hek dorë. Për kurve tha pi një Ramazan. Që një Ramazan be tha? Apo natën e Bajramit, fitër Bajramit, ta na 4 fëmijë dhe gruaja. E po bojmë plan për nesër në Bajram, a me shku ma sporin e bo Bajram të migjallartë, apo të dajallart. Gruaja dhe kete dajallart. Edhe pikë më kësë, diskutohet. Buri pa të ngullkom të vllaznit të migjallartë. Të e thamë, po mirë bëna kuptonë, na u mitëm të votu për tjerë, pëse s'votojmë një ditë për veti, edhe e banë me votat më shefta. Po votojmë unë, gruaja, edhe 4 fëmijë. Tot 4 fëmijë në vijatën ka unë, me shku të migjallartë, 5 me 1. 5 me 1. Edhe e mujtë, të duhet me respektu sistemin që hecëm në tanë. Kur gjuhën sa ba, kur me shumë i baba, hajde, a u banë të hazër të dajallar, që ishë mëra kupton ka dalë, po na mëra këna fitu, o, tha kur më shelën dirt, në rësira ta ndrojnë votët. Kotinjët që atirë ndryshojë. Për këtë arsye, dhe të në Muadh ibn Jabali, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thëtë Muadh me askon që këshna unu dikën në bësejt e këshna dhënë. Thot tipin e Kethiri, dhe për këta e përpunë. Pinë që këtë kohë është anullu sejdja respektit, kam vetën vetëm sejdja i ibadetit. Pinë që këtë datë, Muadh ibn Jabali, kur ka orë, të pejgamberi Allah, i ka po sejdja, pas kësaj në mo, nuk lejohet më në islam, është anullu
Sejdja për ulja e respektit. Ka me dhe vetëm sejdja i ibadetit. Qim ti mu vequ kur ti përulesh, i përulesh vetë zotit ta. Dhe kjo më si mo. Para të ta kur e po këtë njeri që për e gjepi bëjnë sejdë gurit dhe murit dhe pemat dhe këta këthen të mas. Dhe e kanë këthitën të mas. Edhe pse pejgamberi Allahut kjo kundërshtohet një transmetim me një transmetim tjetër që i ka ndodhur pejgamberit Allahut më vonë. Në moshën 25 vjeç. Në moshën 25 vjeç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zhvilluar një tregti për bashkëshortën që do të jetë më e dashur te pejgamberi Allahut, Hatixha. Me u para saj ka ndodhur në vitin në moshën 20 vjeç, kur i ka posh pejgamberi Allahut 20 vjeç, kam prezantu, ka marrë pjesë që a bon një lloj aleance në Mekë. Dhe kjo janë transmetime vërtet. Ja bon një beslidje të Mekasit, i thojnë Hilful Fudul. Beslidje e ndershme. Çfarë beslidje? Beslidje e ndershme që pejgamberi Allahu thotë sot në Islam që jam unë. Ka marrë pjesë të kur jam qenë i ri. Sa i ri ke qenë? 20 vjeç në historian. Ka marrë pjesë dhe unë, pejgamberi Allahut ka marrë pjesë, në që këtë beslidje, sot me mftu në Islam, kisha marrë pjesë prapë. Kush e kanë zhvillu këto mushrikët? Çfarë beslidje ka qenë? Beslidje ka qenë që janë përbetu, janë besatu që me dalën në palën e viktimës kundra të padrejtit ke kush ke. Kush i ka qu këto që ta bëjnë ke beslidje? Se apo padrejtësinë atë ku. Ka një fis nga Jemeni, nga fisi Zubejdi, dojnë, ka shku njonit, As ibn Wail Sehmiyut, ja ka shit molle. Pazar ka thonë, pagesën, ta qoj një shpit t'i bi. Kur ka shku shpit? Allah i hajrin të thosh. Kur ka shku kile dhele, ka thonë, shfar molle? Hëtë më marrë të në rrugë. Ti mos goni me që më s'pak që thonë? Për këtë asijet, kur në shqiptar që e kena një fjallë, budalla në shjehe, pa i që e këten diherë, që. Dhe ki që ka bon, e ka morë një poet, e ka paguj dhe ka thonë, til që gjenë mal edhe për tit, për kuptonë se filoni më ka bon zudo. Ma ka morë pasurin, ma ka grapit, tes pa paguj. Të në lejë dhe në kuptonë një kipasish, krejrët e mështri, kanë thonë besatimin, thojnë e kanë bon, kuptonë një enë, disa thojnë e kuptonë me miski, kanë shti durti në besatu që qoftë edhe vllavi jem me bon pa drejtësi, kena me dalë kundra ti. Nuk kena me këshirë si për para ka këshirë fis me fis. Sukur na shqiptarë, dhe ju, para pajtimit gjagjëve, në tokët e pajtimit, edhe, për para që kena konë, nëse një kushërin e ka mitë të kejtë janë gjuhë, ama të kuj që i ka fajtë, bolshverë, ama kjo ka qenë, e kjo posin e kuj shive torë, izmetin ato ne kanë bon. Ato qitë gurin na mitë të gjoni me qëtë. Tamam? Të në kanë ato, të mirën e kanë dosh, si që na dojmë qashtu. Na me hongër një qëtë. Tamam? Mirë po si të qoftë, më shtrikët ka qenë tilë. Gjakin e kanë botë të ngumë, s'ka një kush i ka fojë. Ta që janë vedisu, dhe kush i ka, kush janë fajtor, do të ndëshkojnë. Do të dalin, kjo palë, pjesëmarrësit që kanë nënshkujt këtë marrëveshje në palën e viktimës. Dhe kësaj në besatimi ka thonë Hilful Fudul, beslidhja ndershme, e virtytshme, që pejgamberi Allahu thotë sot me mftu marr pjesë. Do të thotë që te mushrikët, pse janë jo besimtarë, nuk do me thonë që krejt zakonet, ligjet i kanë gjithë një të pa drejtë. Këtë rast e kanë pas drejtë, te pejgamberi Allahu i ka miratu, e ka pëlqejë. Dhe kjo ka qenë moshën 20 vjeç. Kur i ban 25 vjet, pejgamberi Allahu të zhvilloi një tregti të suksesshme për një grup më fisnike dhe më e pasur që ka qenë në Mekë. Dhe shumica e transmetimeve thojnë se kjo grup i ka pas në atë kohë 40 vjet. Përveç se Ibn Ishaqi thotë se Hatixha nuk i ka pas 40 vjet, po i ka pas 28 vjet.
E di pse përmejnë që këta, se për në dalë ishti do të ri, thët, Hatixha, plaka, ja, nuk kanë që vërtet, edhe me libra, po e dim, tamam e dim, sa po ke qef me pas, 28, i bën sa këtë, për çka se s'ka pas rëndësi të ato sa vetë, bile, ta thamë të drejtë si kanë ditë sa vetë, që nëna jote e plaka, e dinë cëllën se e në kalim, po ku e di ajo? Ashtë emni asoj emnës motrës vetë para 5 vetëve që ka dhejtë. Se për para ka pas një vojtë. E ka shkirujtë. E ka jetu 3-4 vetë. Edhe mos e kam fshinë. Kur ka linë qetra, ka thonë po janë gjetëmi zebide dhe kësajnë. U këri. Që ka po? S'ka pas e rëndësi, dhe më thonë datë. Po pësi do qohë pejgamberi Allahu ta martu me Hatixha. Kjo gru fisnikim dhe pejgamberin Allahut, edhe pse ka qenë tjere martu, e ka pas dhe një fëmi dhe thot Aisha nuk ka pas pejgamberi Allahut të një gru që e kam gjelozu ma shumë se Hatixha. O ja Aisha, shaki e pun ti se ki pa Hatixha, ti hitë si konë kura konë. Për ata gratë mos të utën ato të parët se po i hupë më nami. Ajo Hatixha jetë gjithmonë, nash gjallë, nash pas vdekjes, ajo Hatixha jetë. Po, amo, herësera ato ma shpirt. Për ata njoni a kështë e thonë për e vetët, me bon vakimin e me degë dhe bu. A ishe martuti, thot se dik, se dik, me men vëq dis. Të të lejë këta fora se di me di, ti me nëzi për i zoti, ta mish një ma tre kështu. Po tha unë me degë, tha, ka zonë drejtë pare, që kështë e bon? Po i gru, tha, shka të tam, tha, ish nga trenu. E po mirë, ba ishe martu, tha, po njëri trenë shka zbanë. Njëri trenë, po që zbanë. Pra se të qoftë, Hatixha. Për këtë arsije pejgamberi Allahu, sa që tërke dhe një kurban, të ke, që në që këtë shpatëll shoqëve të Hatixha, ta, Aisha deri një ditë ta, u mërzita fortë, bëllë më me këtë Hatixha. Ta Hatixha ka qenë gru e dhe, Allahut ka begatu me gru beqalë, dhe më thënë Aisha për vetë. Dhe, për e përmenda, Hatixha kështu, ta për e meri Allahut. Qëka të bëjë Aisha se Allahu Azza wa Jall më ka furnizu me dashnin dhe isoj. A më dashni me zonë Aisha, tha Aisha. Ta qëka të bëjë, tha se me Hatixha Allahu më ka dhonë fëmi me qertë se më ka dhonë. Ta u pështeta. Allahu i ka dhonë fëmi, për e mërë Allahu t'i ka posë 6 fëmi me Hatixha. Digjem e 4 vojzë. Dërsa me Marien e ka posë dhe të një. Pas taj për e mërë Allahu dhe 10 gëra i ka mo, a mos kanë pos mundësi as mu afru të Hatixha. Për shkak se thot për e mërë Allahu, prej burrëve janë plëcu shumë, a mo prej grove pak. Në gjëndër to që janë plëcu, është Hatixha. Allahu, Gjibrili, i qonë selam Hatixhës. Dhe për këta përfundojnë, transmetonin Imam Bukhariu, Gjibrili të pejgamberi Allahu, thot, ja Rasulallah, po ven Hatixha me një pjatë, ka në tam pjatë, dishka po cilë. Thot, Allahu Azza wa Jall i ban selam dhe bani selam për mu. Dhe përgëzohe, me një palat në gjennet të bukur, që nuk ka lodhje, nuk ka brenga dhe mërzia në ta. Edhe Hatixha kërë në dëgjoj këtë lajmë që tha? Allahu selam. Tha, nuk i tha wa alaikum selam për Allahu. Tha, Allahu selam. Dhe Gjibrili selam. Pse pallat pa lodhje në ta? Pse ki pallati Hatixhës kështu, inshallah në sërpoma e vazhdojmë, inshallah vazhdojmë për shkak se kam të zurën 5 minuta, e une edhe një 20 i marrë, s'marrë shumë. Allah i shpëblejt, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.